Përshëndetje me që të ndëruar me përshëndetjen më të bukur këto me vllaun tim, shokun tim, të idealit, të ideologjisë, për ndryshe tani edhe sekretar i lëvizjes bota shqiptare Dalmat Sidiu nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, më konkretisht në Chicago. Është një bisedë e lirë, do të bisedojmë për temat të cilat sot janë aktuale në Kosovë, Shqipëri, Maqedoni dhe diasporë. Dalmat mirë se erdhe te kanali i imamit shqiptarëve 74 në pasqyrë 47. Mirë se gjeta imam jam. Faleminderit për ftesën. Gjithmonë është kënaqësi me bisedu me ty. Edhe është kënaqësi me të pa se lemo me bisedu. Faleminderit shumë. Frekuenca jote është shumë e fortë edhe besoj që do të kaloj mirë. Jemi në muajin që e quajnë këto Ramazan. Tani nga informacionet lajmet që i dalin prej meje, e keni kuptu se Ramazani është Ramazan dhe nuk ka muaj që quhet Ramazan dhe askund në Kur'an nuk është një lajm që Ramazani fillon me han trej. Agjerimi do më thonë, fillon me han trej, se frazat ajetin 184 është e jamen ma'dudat ditë e caktume. Nuk është sikur të ajetin 197 për haxhin ma'lume, e njohur e ditur, dhe më thonë, haxhi është në muajt e njohur, ditur, se nuk mund të bëhet haxhi, pelegrinazhi, në disa muaj, për shembull, kur zhvillohen konflikte. Zakonisht janë 4 muaj që janë hurum, edhe janë shumë qarta mi kuptu, është dhjetori, janari, shkurti dhe korriku. Këto janë 4 muajt që ne nuk guxojmë me bë luftë. Zakonisht edhe luftat nuk ndodhin këtë muaj. Prandaj edhe kur Putini u fut në Ukrainë, u fut në fund të muajit shkurt me 24 shkurt të vitit 2022. Sidoqoftë, se shumica kanë qef me ditë të agjeron të më shkupi, edhe ty po të thamë, Zotit ta pranoft agjerimin, se agjerimi është një vetë kontrol, është me reflektu njeri më këthyt e vetë vetja, dhe në kodër të këtij agjerimit tonë, që nuk kemi dëshirë me marrë pjesë në këto ceremonit që i bojnë këto tjerët, të kombit musliman, ne jemi pak ma ndryshe, agjerimi është, pse cili agjerimi është diçka përse cilin nëse do me pa vetën se ku është, nuk është kategorinë asoj që quhet kusht të ne shqiptarë, të feje shqiptarëve, nuk është kusht agjerimi. Agjerimi asë nuk është pjesë e ibadetit shërbesës, agjerimi është thjesht për njeriu, për secilin që do më ngrit shpirtërisht dhe me komuniku me trupin e vetë dhe me vëndu lidhjen me Zotin dhe me agjerim. Për herë të parë do gjojnë sot prej meja dhe prej teje, ma gjerem mund është ma afru me kuptu Kur'anin më. Kur'anin me kuptu më. Pra jemi në këtë muaj, si të ka shku këj muaj atje në Chicago, se edhe punon atje me? Muaj më ka shku shumë mirë. Në bazë informacioneve që ne jep ti, prej Kur'anit, këj muaj është dhe me thonë, i kursimeve. Nuk ka nevoj njeri me shpenzu shumë në këtë muaj, jo vetëm të mira materiale, po është, do më thonë, kursim është edhe një fjallë të heqe mja kursy dikujt, edhe ato më është me kursy. Nuk ka shku shumë mirë, deri tash, flasë nga ona fizike, shumë mirë, nga ona mentale edhe ma mirë, me të ka të drejt, kur njeriu i të largën ato toksinat, kur i të largën ato të këqijat prej trupit, edhe bëhet ma transparent, edhe rrezat e diellit i pranon ma lehtë. Edhe informacionin e pranon ma lehtë, edhe të mirat i pranon ma lehtë, nuk ka kur farmuri që e blokon. Përsa kur njeriu mbushet me toksina gjatë 19 muajve, atëherë pak konë dë njerë ka ma shtirë, dë njerë ka ma lehtë, po zakonisht për 19 muaj njeri ruhet ma pak. Në këtë muaj ruhet ma shumë, ruhet edhe kur po flet, edhe se si merr informacionet, edhe se si han, edhe se si pi. Për ata për mua është procesi është shenjtë. Që shke thonë ti.
Jo muaj, s'ka muaj të shenjtë për procesi të shenjtë rënë, të pastërën që ti më bë gati me pranu informacionin më mirë, me pranu shoqërinë më mirë, pranu një fjalë të mirë më lehtë, me bë kur dosh me bë mirë, e bën me zemër, e bën tamam, e nuk e bën për shembull me një çë strese apo bëhet kështu apo bëhet ashtu. Por çata unë e kam kuptuar, ama unë nuk marr pjesë në për këto traditat e muslimanëve që kanë këta. Unë kisha pas dëshirë Zoti më pranu agjërimin si shqiptar, dhe vetëm si shqiptar, si asgjë tjetër. Edhe shqiptari si shqiptar mund të agjeroj, mund të baj punë të mira. Përse unë dëna me qujtë vetën musliman për me agjeru. Muslimanizmi apo musliman janë kom, do të mi pranu sa ma parë, dhe munda për e tyne, nuk kanë qka na duhon, neve musliman, as ne nuk kemi qka ju duhemi muslimanve, se nuk kemi të njëjtë. Po, si do të qofë vjen mirë që ti e ke kuptu, ta kuptojnë edhe të tjerët se Tim Shkupi, shka ka dhonë lajmë në lidhje me Kuronin, i përmbohet strikt Kuronit, dhe lajmeve të Kuronit duke bërë reflektim të germat, të frazat, se Tim Shkupi nuk beson që Kuroni ka zbrit në gjuhën arabisht folzve, po ka zbrit në lokucionin e gjuhës abrahamike, ku gjuhët e vjetra e gjem vetën në Kuran duke e dekodu Kuran. Prandaj e kom sjell një lajm të ri, por shumë njerëz me ju tregu, unë e kom tregu edhe më herët. Kurani për herë të parë, si fjalë, si emër në Kuran përmendet në surën e 2, që quhet Surat al-Baqara, që mu vjen shumë keq këtë në surja e lopës. Nuk e ka kuptimin ashtu Allah. Jo typ. Kur surja me gjatë në Koran, që fletë për shumë tema. Që shto el-Bakar, surja e lopës. Jo, edhe thënë ka surja e 4, surja Nisa, surja e grave. Astaghfirullah. Së është surja el-Bakar e lopës? Jo, ma çfarë? Që është shpjegohet, çfarë? Po ka kuptimin e thellë dijes. Vetëm nëse logjikisht ta përdorni trurin. Ata thanë se Ilahu i nderoi gratë duke emërtuar një sure e Nisa gratë. Nëse kjo është e vërtet, atëherë Ilahu e ka nderuar lopën para grave. Surja al-Baqara, lopa, ka 286 ajete, dërsa surja Nisa gratë ka 176 ajete. Pra, surja al-Baqara ka tematikën e thellëdijes, dërsa surja Nisa ka të bëjë me dispozitat e shoqërisë, që si sure asni profet para Kuranit nuk ka folë në lidhje me ato temat të surja e 4 që është suret Nisa. S'ka suret lopës në Kuran. Edhe surja e 4 thënë Zoti e ka nderu gratë se një sure ka emrin surja e grave. Kur surja e grave, surja Nisa. Se për shembull Nisa është fakt që janë gratë në shumës. Dhe më thonë, mirë po njëjësi i kësaj Nisa është imraetun. Imraetun. Mirë po, kjo Nisa është edhe shumë si asoj çka është Nesi. Dhe më thonë, Nesi është njëjës, Nisa është shumës. Dhe kjo Nesi ka të bëj me gjërat që vim pastaj njët, mirë po është vështirë me të shumë njerëzit. Të ne edhe shumë vende tjera se kanë me destinacion punën e botës tjetër. Dhe më thonë, besimin e kanë me destinacion me trend shumicës, me kallap. Dhe më thonë, ato nuk ndalin me kuptu se si shkohet në xhenet. Nuk dojnë me ditë si shkohet në xhenet. Ai thotë, kush është përfasuesi i xhenetlive në tokë? Hoxha, dhe ka me shku të hoxha. Kështu që hoxha dhe me folë keq, a i thot, a i ka më mëcun xhenet. Ose prifti, për shembull. Kush është ai përfasuesi i Jezu Krishtit në tokë? Është prifti, kena me shku të prifti. A kanë me destinacion një lloj kalkulimi që ne quajmë bingo. Dhe në bingo mi pas numrat, loto me lujtë. Sikur me lujtë loto. Po, askush nuk ban pyetje si shkohet në xhenet. Asune, para mendoj, kum po tani 58 vjetë për 59, nuk kum ditë me bë dallimin çka është ibadet. Akoma shumë njerëz mendojnë
sidomos këto të kallopit që i kanë mashtru hoxhallarët dhe i kanë marrë me veti, mendojnë se ibadet është me fol namaz. Ibadet është me agjëru. Ibadet është me shku në haxh. Jo. Dhe me thonë, nuk bën pjesë as namazit e ibadeti, as agjërimit e ibadeti, as haxhi nuk bën pjesë të ibadeti. Të ibadeti bën pjesë shërbesa. Se ibadet është shërbes me shërby. Dhe ajetet janë shumë qarta. Zoti kur e ka kriju këtë drom, Zoti i vërtet, thot me një verset, me një ajet Kuranit, nuk kriju, dhe më thonë, ensin, se ens është organizëm i gjallë, se ne jemi organizëm i gjallë. Dhe gjini është organizëm tjetër që nuk shihet nga perspektiva jonë, pra zë tjetër vetëm se të më shërbej, jo të më adhuroj. Kështu që vjen mirë, po si e shen nga perspektiva jote ti Kosovën tot ditë? Këto ditë, se kur gjitha vetë tjetër, unë e shërëm këtë mënyrë. Fillimisht para se dalë aty, dua të them një gjë shumë të interesante është që originaliteti i informacionit tanë është shumë i vërtet vetëm nga arsyeja se ti çdo përgjigje e ke në majë gjuhës. Dhe me thonë ti e ki para syve. Nuk i nevojë mu mendu, as nuk i nevojë me shfletu, sepse ti ato veç e ke. Kjo është dallimi më i madh i yti. Unë shoh dallimin tanë me tjerë të shoh kështu. Tash do të them jo kompliment, po duhet ka dhënë vërtetën. Dhe kjo është për mua, se unë jam se student i mësimeve tua. Unë dua ti ta kuptosh se si e shoh unë arritjen tënde, dekorimin tënd. Kur ngjitesh me një mal, edhe fillon e ngjitesh, fillim nuk sheshur. Po duke u ngjit, fillon me pa më shumë. Po kur është mali i ka gjitha faqet e veta. Ti mos me pa një anë, po jo në anën tjetër. Ti si person, si dekorim, je në majët malit. Ti e sheh 360 shkallë. Ti nuk e sheh vetëm një pjesë. Ti e sheh 360 shkallë. Dallimi yt dhe i tjerëve është, me të gjithë tjerëve, ti si imam i shqiptarëve është ky. Ata flasin për faqen e malit të cilën nuk e shohin, për atë pjesë të cilën nuk kanë akses. Ndërsa ti ju flet prej majës malit, ku ti shikimin e ki 360 shkallë, sepse ti informacionin e ki të sakt. Ky është dallimi yt me të tjerëve. Prandaj tjerët nuk e kanë mirë, sepse informacionin për cilin po flasin, ata nuk e shohin. Ata flasin me hamendje. Ata flasin me ato që do të mund të ishte. Ndërsa ti flet me ato që është e vërtetë, sepse Zoti ka dekoruar me këtë informacion. Ti je në majët malit dhe ti e sheh komplet pamjen 360 shkallë. Vetëm dosh më kthy njërin anë ose në tjetrën. Ndërsa ata për me pa, po flas për hoxhallar, po flas për klerik, në përgjithësi, solida janë hoxhallara për prifta, ata janë me një faqe të malit edhe shohin një pjesë, ndërsa ata flasin për një pjesë tjetër të cilën nuk e shohin. Edhe janë aq të bindur se është ashtu, dhe janë aq të bindur në pavërtetësinë e fakteve të cilat i japin, që të bëjnë me besu që vërtet është ashtu dhe shumica e njerëzve po ju besojnë. Pse? Sepse edhe ata janë në të njëjtën vijë frekuencë sikur ata, edhe ata nuk dinë. Mirë, po përveç kësaj, shumica e njerëzve po ju bashkohen nga frika. Nga frika, sepse një ditë bile ti e potencove, nga frika se nuk kanë ku të varrosen, nga frika se kanë bërë diçka të keqe edhe do të më kthy Zotit. Po kjo pikërisht njerëz që bojnë keq, edhe i kthehen këtyre punëve sikur muslimanizmi, islami, këta njerëz të ekstrem, nga një ekstrem në ekstremin tjetër, kur kalojnë, ata mendojnë se e kanë mirë. Po në fakt, ata kalojnë nga një gabim në gabimin tjetër. Njeri që nuk bën mirë, që nuk shërben, ai kalon për një gabimin tjetër, po duke menduar se e ka mirë. Vetëm dikush do ta ketë mirë këto. Po ti ke thonë shumë mirë, ti ke thonë Zot, më bëj pakic në pakicën e pakicës në pakicës e pakicës. E Zotit ka dekoruar me këtë dije, e tash ti je i bindur në qëndrimet e tua, sepse vërtetësia jote po shihet bazë të fakteve që po jep, bazë informacioneve që po jep, në bazë të pastërtisë e informacioneve që jep ti. Ti je në majët malit duke i parë tjerë si gabojnë. E ti nuk po i gjykon, ti veç po jep informacionin e vërtetë. Unë, si student, si i mësimeve tua, unë jam shumë i lumtur. Unë ta potencova një ditë, thash, unë jam i dekoruar vetëm që pas zgjedh Zoti me të mësu mësimet e tua. Ma shumë, do të më bëhen me punë, me vërtetu që unë ja vlej si dalmat
me mbesu, me qenë i besueshëm dhe me qenë një njeri që këto informacione nuk i keq përdor, po i çon të tjerë edhe i shërben. Edhe ke kuptuar se me punë shkohet në xhenet. Me punë, veç me punë. Unë gjithë ditën bëj fiskulturë, gjithë ditën rri duke bëj fiskulturë, mos puna, këqëre, çish po del puna. Vjen mirë për këtë pikë që e ke kop. Zakonisht tash se shumica që nuk e njohin realitetin ende nuk ka trokite vërteta të ta. Se ka besimtar unë shpesh, nuk jam tip që va mbylli dyrt njerëz. Unë ju këmë thonë, okay, a beson në Buharinë, a beson në Tirmidhiun i bën Maxha. Ti ki mu gjikun bazë të Buhariut, ti bëni Maxhës, po mos hajde ti me Buhariun, mo na sulmu neve kotë së kotë, ti pse në themi jemi shqiptarë. Është ashtu ajo. Tani, unë, se tham nuk ka namaz. Unë po tham nuk ka namaz në Kur'an, po në asnjëherë nuk më thonë që nuk ka mënyrë ku ti ki nevoj me meditu me fol me Zotin tanë, se ne jeta është 24 orë. Prandaj ku më thonë, kemi lajmë në Kur'an për sijomin, si agjerim, edhe fraza shumë e theksume është këtë bëku ti be, alejkum, është i shkruar, është shkruar, ose ka qenë në instruction, në udhëzime, agjerimi, si që ka qenë për ata para josh. Por nuk e kemi një frazë në Kur'an, ku ti be alejkumu, pa zonë që namazi është salat. Ku ti be alejkumu, salat. Nuk ka. Pse nuk ka? Pse salati, lidhja jonë me Zotin, nuk është 5 herë në ditë, është 24 orë. Sa herë që i marrë i frima, është dhe vërdet? E vërdet. Ti më pyte the si po e sheh situatën në Kosovë. Po. Për shumë do të përgjigjem se të mbeta bërës. Ja, do të themi po ati edhe të Kosovë, edhe në Shqipëri, edhe këtu në Maqedoni. Tash, unë për isha, se tash nuk kem qare pa i përcjellë emisionet Shqip. Edhe zakonisht kur i shikoj, jo në disa emisione, po zakonisht në muajin e Ramazanit, zakonisht i thrasin të hoxhallarët. Me kallëzun kishë për muajin e Ramazanit. E këta kur flasin tash, unë e kum vrejt një fenomen shumë interesant. Shumica e tyne, shumica po flas, jo të gjithë, se tash mund e me gabu, nuk du të gabaj. Mirë po shumica e tyre fillojnë edhe kallëzojnë ngjarje të dëmshme. E nuk dija e ke vrejt, shumica e tyne fillojnë me do ngjarje të dëmshme, qysh ju ka dek dikush, qysh e kanë lënë diçkafin, e kanë lënë penge dhe kanë bënë sakrificë të jashtëzakonshme, që me të shti dy kom të dhëja, po kupton? Dhe më thonë emocionuse, dhe më thonë. Diçka ekstra emocionuse. Asnjëherë nuk flasin se si ka fitu dikush diçka, se si është i fortë, se si ka shëndetin e fortë, se si kur agjeron i bëhet shëndeti shumë i fortë, mentalisht është shumë mirë, fizikisht është shumë mirë, i shërben popullit, i shërben kombit, po vetëm se si i ka dek dikush, ja qajnë në emision, ja janë shujnë një video ose një fotografi o qesën që dikojna që e ka pas diçka edhe flet për një këmbë edhe një figurë kombëtare edhe fillar e qanë. Une vetëm një gjë e kom pa te ti që tjerët nuk e kanë. Ti as një herë, as edhe një herë prej që përcjelli nuk e fol me dhimbje, nuk e fol me dëmshuri, ti ke fol vetëm për fitore, për informacionet vërteta, si me qenë ma i fortë, si me qenë me burë me karakter, si me qenë femën me karakter, si me qenë femën e shëndosh e fortë, mentalisht, si me përparu, nështë këta... Vetëm të gjëne. Zotja u ka shtru juve për t'ju pranu, dhe ka zonë 3 lutjes kthehen mbrapsh, asaj mohat pa ju ftyrë, tha ai që është agjeruar shumë derisa të vi koha e iftarit. Mos thuj çat lutem, ti them unë. Qa lutem unë? Ti them unë disa eksperiencët mia që mos lodhesh fare. E para, i madhi Zot në Ramazan, i madhi Zot të qof shafal, më falem mëshira. Gjëja e parë. E dyta, i madhi Zot të qof shafal, më mbulo me të mirat e tua në këtë botë. 3. I madhi Zot më mbulon me të mirat e tua në këtë botë, mua, familjen time dhe gjithë muslimanët dhe muslimanet e botës.
A e kuptove të? Ashtu. Tani nëse une, si imam i shqiptarve, du me dhon lajmin e vërtet, tërë këto thirrjet që i banke nuk kanë vend në Kur'an dhe nuk i drejtohesh Zotit tanë ashtu. Ashtu. Edhe me këto thirrje nuk fiton. Mirë po, një artist, kur e shfaq këtë në mos, i emocionuar, edhe duke e tërheq frekuencën e njerëzve tjerë të frekuenca e ti, që po thu ti, vërtet merë vëllo. Dhe më thonë, thirrjet që janë këtë që i ban nuk janë të Kuranit. As nuk i përgjigjet Zoti i vërtet këtyre thirrjeve të këtë. Dhe më thonë se nuk ka connection, nuk ka lidhje, nuk janë dy binar, tani njerëzit e kanë kuptu, kur bajnë e thirrje, çfarë thirrjeve? Zot, zbrit rahmet, mbi këtë rahmet që ma ke dhonë. Ki ka harrut mirat, Elvis Naçi që Zoti ja ka dhonë. Me bo me fam, me canat mirat. A ve kupton? Në më thonë, Zot, më falë mua, dhe mos lejo që unë gaboj, se deri sot tim ke mbroj që unë të mos gaboj. Kjo është e connection e thirrjeve, ki kur punë se ka heq, mirë për njerëzit, me të mollë e dëgjojnë. Ki ende e ma, në top listë është i pari të shqipforsat në internet. Normal ju ka ra shikueshmëria në YouTube shumë, po në Facebook ende ke e ma, do më thonë se i ka mbi 1.500.000 ndjekës të Facebooku i ti. A fitojnë shqiptarët? Jo. A fitojnë muslimanët? A disa keq me thonë të më thonë, edhe këshirë çfarë thirrje banë. Thotë, muslimanët dhe muslimanët. Tani ki du të më definu çka janë ato muslimanët dhe muslimanët. Ku mbetën shqiptarët? Dhe më thonë, nuk i pranon thirrjet kështu Zoti i vërtet. Kurani është atë që na ka mësu, janë disa shkollat thirrjeve, se tani ju e dini se unë më nuk tham lutje, apo? Tham thirrje ose ankona. Unë lutje më nuk e përdori, edhe kum tregu që jam të shprogramu prej kësaj lutjes, kum tregu që jam të shprogramu prej fjalës Allahumme, së është Elohim, shumë gjëra i kum tregu për herë të parë, unë i kum tregu. Edash. Është shumë interesant. Ti nëse qanë xhami, te kanë këtë me qame, me lot. Po, me dhimbje kanë. Me dhimbje. Këto... Me frikë, me dhimbje, me tmerre, me... Mos e bë këto se të bën kjo vaki, mos e bë këtë keqe se të bën kjo vaki. Do më thonë, e kanë... është vërtet, du të marrë psikologët më të fort, mi thirrë, me bani teme, diskutu këto gjëra, se këto kështu. E kanë shkatru një shoqëri që i ndjek, se ta shkuptot, rrjetet sociale, interneti, televizionet, mirë po, nuk kanë dhonë ndë një sukses, ndë një bereqet. Mos të këtë shkuptojnë mu si imami shqiptarve. Punën që e banë, Hoxha Elvis Naçi, për bamirësi, për bamirësi, për të ndihmu njerëzve, e banë me sinceritet, nuk jam unë ai që e shpërblen Zotit. Këtë famë që ja ka dhonë Zoti. Po tash pëse unë të tregoj se unë e du një shoqëri shqiptare që di me qëndru fort në kom të veta, që nuk di mu përlot, di mu përball me sfidat e jetës, unë thash, gjenetin, kish dola i djali, kish dola, gjeneti fitohet kur ti për kujdesesh mirë për prind nuk munden me qenë sa herë biologjik. A unë ashtu ajo. Se fraza është vë bil validejni ihsanin. Është shërbesa e dytë. Ta jo i ja këna abudu, vetëm ty të shërbej. Shërbesa e parë është që ti ban lidhjen me Zotin tanë. Mos me marë ndërmjetësa. Minjerë mas shirkut ndërmjetësave është mos jell mirë me prindrit që janë kujdes për ty. Kjo është shërbes, ibadet. Vetëm me këtë ibadet ti e fiton xhenetin. A që shi kanë ushtru njerëzit, kur lidhni namaz, me pa dhe babun që të vdek, mos e presh namaz. Çdo herë thirrjet e mia, kur i drejtoj, tham Zot,
falëm mu, fali prindërit e mi. Është thirrja e Ibrahimit, është Rabbana kfir li, Zot më fal mu, wali walideje, dhe prindërit e mi. Dhe besimtarët, asnjë thirrje nuk është Zot fali muslimanët, sot bani muslimanët shkojnë në xhenet. Është thirrja e Jusufit kur Jusufi thot Zot më bën të mundshme që kur të vdes si musliman. Po kjo jo musliman atë kuptimin e kombit, se në kohën e Jusufit s'ka pas komb musliman të Bagdadit. Dhe më thonë i nënshtruar, sa ashtu ka thonë edhe faraoni, di besoj Zotit bive të Izraelit, dhe unë du t'jem prej atyre që janë musliman. Jo në atë kuptimin e kallopit muslimanizmit që shëtrëmbëtojnë këto. To e kanë marrë në shafë një popull, po se e marrin në shafë edhe politikant, ose politikant janë aq debila, naiva, dhe ju përshtatën hoxhallarëve për një grosht vota. Dosh me kuptu edhe me ja kujtu vetës që ti e ke dhënë një shprehje briljante. Ti ke thonë njeriu ka shumë peshore. Tash një kryeministër, ndoshta në një peshore ka punu kogja shumë. Edhe u bë kryeministër. Mi po nuk do të thotë që në peshoret e tjera ka punu. Ndoshta nuk ka punuar me besimin e vet. Ndoshta nuk ka punu me llojin e atij informacioni që i vjen nga ajo pjesë e jetës, nga ajo strukturë, vlerë e jetës. Ka punu pak. Edhe ai mund të merron graca të ndryshme, vetëm se nuk ka punu në për disa peshore tjera. Njeriu ka shumë peshore, nuk ka vetëm një. Mund është me qenë shumë i mirë në diçka, mirë po nëse nuk punon diçka tjetër, garancioni për me dështu është shumë i madh. Do të thonë, pse është kryeministër, ai për mua nuk do të thotë asgjë në çështjen edhe në subjekte tjera, nëse ai nuk ka punu. Ai ka punu për diçka, po jo për diçka tjetër. Një gjë që du ta potencoj është që një ditë nashta pardje, e poshtë një video, një burr me mustaqe, ai është edhe pleqnar, me një kështu qallëm, domethënë kokë të bardhë, me plesë, me kështu, kish dalë diku kish qenë i ftuar, domethënë si konferencë ai, kish dalë para njerëzve aty, edhe thëjke, shqiptar, thëjke ju duhet thëjke gjithë sërsi dhe këtë punoni për kombin, kur mas 2 minuta, tha gjithë qysh, tha fen, tha me shpi në shkollë. Kur e kom dëgju, amra tavani, mi kokë, amra. Kjo thash që thash fa propagande po bën. Njerë tha shqiptar, kur mas 2 minuta, tha gjithë qysh, tha fen, tha me shti, tha në shkolla. Arabia pe hjek, i ka hjeket ato libra, e na më bëm arab, sarab. Pse nuk thot ai, shtene një libër të re për i lindjen? Pse nuk thot ai, studione Marin Barletin, se si e ka studiuaj Skënderbeun? Pse nuk thot ai, studione ma mirë luftën e dytë botërore, se si shqiptarët kanë heq prej komunistëve, kanë heq prej ustashve, prej qetnikëve? Pse nuk thot ai, studione matematikën ma mirë? Po ai shqiptar, emocionoj njerëz aty. Kur fundi, mas 2 minuta, shtene, tha fejnë, tha gjithë, qysh, tha me shti, tha fejna. Edhe i thot vetet pleqnar, i thot vetet që ka negociu për njerëz, tash apo i thot ai shqiptarëve shtene fejnë, me konvertu ma shumë shqiptarë në musliman, apo i thot për musliman, tash unë këtu u binda që jo veç ai, se ai, jo nuk e dike çka po flet, se ai nuk e kupton ato, ai mendon se e kupton. Unë të kallzova, kur e krahasoj ata me ty, i krahasoj me atë punën e malit. Ata flasin për diçka që nuk e din, diçka që nuk e shohin, vetëm se din diçka tjetër. Zakonisht njeriu e ka 100% garancionin të gaboj kur flet për diçka që nuk e din, vetëm se di diçka tjetër. Unë, se dalmat, dua Zotit të më pranoj si shqiptar. Unë musliman nuk bëhem kurrë. Unë jam vetëm shqiptar. Jam shqiptar që besoj në Zot. Ndalë vetëm pak, se dhe këtë kanë me përpunu ekipi mi. Është një djallë, Tolo, ka kontaktu me 2017, ja ku mbafi, në fjallën për drilla ngashtë. Edhe bona postimën, në lidhje me thirrjet e tij që i ka bon. Thirrjet e tij janë shumë të rrezikshme.
thot kujdes. Është krejt në kundërshtim me këtë çka ti tash e. Ky nuk është promovim i kombit, por këtë shpërdorim i historisë për interesa fetare të njanshme. Çka duhet të bëjmë? Tash ke e merr edhe rolin e mjekut, doktorit përgjithshëm, me dhonë këshilla. Dhe si të parën e ka vëndu, mos reagoni, thot, emocionalisht. Kjo është ajo që duan. Për shembull, këtë rast ti që ndim vetin një shqiptare, besimtare, beson Kur'anin, strikt vetëm Kur'anin, nuk beson pralla, Jo. faktikisht, ti edhe unë kemi dëshirë që palën tjetër ta shohim emocionalisht të egërsume. Për kundrazi ne kemi dëshirë ta shohim të fort, mos të përloten, të jenë taftë, a është e vërtet? Ashtu. Pika e parë këtë. Dyta ka thonë, promovoni figurat tona muslimane, me orëci dhe dije. A disa e rrezikshme është kjo thirrje? Të shqiptar, të kombi shqiptar, të historia e shqiptarëve, pas gjithë vutjeve që i kemi pas si popull, dhe të ndarë shtu si që jemi edhe sot, ki beson në figura muslimane. Ki beson në figura muslimane, për çka është me keqa duke i shtrembëru faktet historike. Dhe të tretën e ka vëndu, mos lejoni që Islami të paraqitet si i huaj. Këtë i huaj e ka shtim thojza në kombin tonë. Sa i mendon se Islami, ka lopi i sultanit që e ka pru këto, është pjesë e jonja. është kabim fatal. Shka ka boke. Edhe e funit, që është shumë, jam habit, të isha, është e vërtet që kje ka. Pyet një thot, pse në librat shkollor nuk mësohet për Hasan Prishtinën, Hoxh Kadri Prishtinën, i merë Prizrenin, Shaban Pulluzhën e tjerë. Ky person, të disa njerëz, në shoqërinë shqiptare konsiderohet si i eliminuar, jo i tipit të Enes Gogës. A unë e ku më thonë, më i dobishëm është Enes Goga për çështjen kombëtare, se sot Rilëngash. Se Enes Gogën muj me shtinë në kallap në interesat e përgjithshme kombëtare të shtetit shqiptar. Kurse tipat i këtij, kur nuk mundemi me shti në interesin e përgjithshëm. Prandaj këto janë shumë të rrezikshëm, prandaj Zoti këtyne fare nuk i ndihmon. Janë pa xhamat fare. Nuk e dinë edhe çka flasin. Tash e marrmi vetëm, edhe unë e bona postimin, e mora thonjën e Hoxh Kadri Prishtinës, i cili ka lind në vitin 1878, ka vdek në vitin 1925 dhe thotë kështu: të gjitha ata shqiptar që kanë lidhje me Turkun, duhet të dëbohen nga Shqipëria. Dhe Hoxh Kadri Prishtina ka pas organizatën e vetë Kosova, e kanë bërë një dokumentar Top Channel, i cili e ka organizu me shërbimin sekret shqiptar dhe vrasjen e Esat Pash Toptoni. Edhe ki, thot Hoxh Kadri Prishtinës, që me gojt vetë s'ka desht mu identifiku me fejën e Turkut, se feja musliman është feja e Turkut. Edhe kësi i iluminuar Rilëngash e ban, do me thonë, këtë çka e thove ti tash, para se me ndërhjone, ai nuk na sheh neve. Prandaj, unë e shpeshta, ma mirë është mund do për këtyne njerëz, valla. Se janë damshëm, nuk po du domi ti më prek mu, o qështu ajo. E tani, kur them se Enes Goga është më mirë, se Enes Gogën muj me shtin kodër, kombi shqiptar me kry një funksion, ne nuk kemi kondër pëse dikush e beson Zotin me shku në xhami. Ne nuk kemi kondër pëse dikush do me pi urinën e devës, le ta pinë. Ne nuk kemi kondër me anor dikujt mos me shku në hax, le të shkoje, po mos më na shit neve si diçka që
është kërkesë që ne kërkon Zotin ne me fitu xhenet. Qartë. Mu vjen mirë se jo vetëm ti, se Dalmoti është sekretari i Lëvizjes Bota Shqiptare dhe ne kemi edhe njerëz të tjerë, djem 3 që janë me neve, dhe ne jemi duke punu 24 orë, jo mi mësu të rritë dhe të rejat tona më u përlot me rënë në emocione, po me qenë taftë, se xheneti njeri e fiton, si që thash une, duke i shërbi prindërve, po a ka xhenet më të mirë, kur nona dhe baba, i se cilit shqiptare ka gjumin rahat se djalin e ka taft, rrin kom të veta, e ka të edukume, ka të arsimuar, di mu ballafaqu me jetën, di me kriju familje, di me mirëmbajt shtet, është 100% i lidh me Zotin e tij dhe i kryen detyrat e tij si doti, jo namazin hoxhallarëve. Qartë. Vjen mirë, pa ti imponu vetë mi pranu këto gjëra. Pra, do t'i bojmë, besoj që ekipi kam i kap këtë këto frekuenca segmente, që kam e bo një video të mirë me të ilustruar se të gjithë ata që dojnë me bo ndarje, musliman, katolik, ortodoks, të shqiptar, nuk kanë me kalu. Lëvizja Bota Shqiptare ka me qenë e para kundër tyre. Se me qenë shqiptar, është me qenë në lidhje me Zotin tanë. Se cili? Themeli i parë, mu lidh njeri me Zotin është me pranu se kush është shqiptaria, jo muslimanizmi, jo hoxhallar, jo xhamia, jo kishat, jo prift. E kështu me radhë. Vjen mirë Dalmat, jemi një kohë gjatë ashtu duke biseduar, ne do të vazhdojmë bisedojmë. Falenderit shumë. Paraqite. Nëse një minutë ta përfundoj ato. Jo, një minutë. Unë kam të donë ma shumë kam të donë. Si fund për mbyllet ti pak. Me pak fjalë tërë këtë që e patëm, që pastaj ekipit punojë. Unë kam disa pyetje, kam edhe përgjigjet për ato pyetje. E para është, a i pranojmë na këta shqip folës si musliman? Po. Letë vazhdojnë të jenë musliman, na nuk e kemi atë problem. A na pranojnë këta neve si shqiptarë? Jo, nuk na pranojnë. Sepse vërteta është me neve, e ku është e vërteta, të pa vërtetet i dhenë. E kjo është shumë e rëndësishme. E treta, unë, si shqiptar, i pranoj gjitha llojet e besimeve. Pra nuk e pranoj me thonë në jam edhe shqiptar, edhe musliman, sepse nuk mundet ashtu. Ja shqiptar, ja musliman. Nuk ka problem, unë e të pranoj, edhe si musliman. Po vetëm do është ta bësh diferencimin. Ja je shqiptar, i takon kombit shqiptar, me mira vjet, ose je pjesë e kombit musliman. Unë prap të pranoj, si musliman. Edhe ndoshta mund të jemi edhe shok, mund të kemi harmoni. Nëse ti pranon mua si shqiptar, se kam problem hiç me pranon ti si musliman. Hiç kur çfarë problemi nuk e kam. Bile, sa më shpejt e pranojmë, aq më mirë. Edhe po krijojmë harmoni. E fundit është kështu. Ti, si imam i shqiptarëve, ti po i pranon këta si hoxhallar, edhe përfaqësues të kombit musliman. I ftoj në këtë proces, në këtë muaj të Ramazanit, edhe ata të reflektojnë, edhe ata të kursehen nga gabimet e tyre, të vetë reflektojnë, t'ja kthejnë gishtin vetë vetës, sepse kur njeriu agjeron, e ka ma lehtë ta pranojë informacionin, dhe ta pranojnë imamin e shqiptarëve. Imami i shqiptarëve Tim Shkupi. Siç e kemi pranuar edhe na. Nuk do të thotë ta ndjekin, po ta pranojnë se shqiptarët e kanë imamin e tyre, edhe shqiptarët e dëgjojnë informacione prej imamit të tyre. Ndërsa për punën e xhamijave, për punën e kishave, unë kam respekt për secilin njeri, nuk i ftoj asnjëra të mos shkojnë atje, le të shkojë secili bën zgjedhjen e vet, edhe zgjedhjen e vet. Mirë po mos na detyrojnë, mos na imponojnë neve tjerëve, shqiptarëve, me gjuhë urrejtje, se kjo është gjuhë e urrejtjes. Sikur ai djali aty që ka shkruar, mos e lejoni këtë, mos e lejoni atë, dikush e kupton me luftë, dikush e kupton me shkrim, dikush e kupton me postime. Nëse ti nuk e specifikon me çka, atëherë ata njerëz e kuptojnë informacionin ndryshe. Kjo gjuhë është e urrejtjes, sepse nuk promovon harmoni. Ne jemi në gjendje të pranojmë muslimanët, nëse ata na pranojnë si shqiptar. Edhe pse ne vetëm i se kemi pranu, po ata do ta bëjnë diferencimin, ose shqiptar, ose musliman, edhe jemi në rregull. Shumë bukur e ka thonë, falenderit shumë. Dalmat dhe mirë ndëgjofshim. Faleminderit për bisedën, ishte tek kënaqësi.
Gjithashtu. Faleminderit miq që na ndoqët dhe jemi me juve 24 orë. Roft populli shqiptar, Zoti e bekoft shqiptarinë dhe fen ton. Feja e shqiptarit është shqiptaria. Kuj pas ka drip? Kuj është pall kjo fe shqiptaria? Timit. Në Shkup, çdo 3 orë po vjen tërmet. Zoti e di çka ndodhet.